Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer në She's On Air, Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Më në fund, këtu jam vetëm mes gocave të mia dhe mua më shijon shumë ky momenti kur jemi vetëm ne. Le të flasim pak për ditën e verës, që është shtunën 14 marsi. Është një festë traditë e qytetit Elbasanit, gatuhet ballokumja. Ju goca, gatuani vet ballokumet? Se kam provuar kur, të them të drejtën, më duket shumë sfiduese. Domethënë, kur i shikoj ose kur pyes njerëz se si është kjo përgatitje, dhe është një përgatitje shumë e gjatë, është domethënë shoh video që janë shumë me legend. Po, imagjino ne të katërta në një shtëpi aty me ca legenda, me ca ku dion duke gatuar ballokume. Sa mirë imagjinoj vetin divan. Duke na pa ne, Duke pritur atë pjesën që i shijon dhe jep notën Sa Livia kam baru palestra. E di sa më dhëm trupi momentalisht, jo më të. Jo pse do ishte një ide interesante. Po si do e Mua më kaloni lini. ditën e verës? Mua më lini tek ato veroret edhe jam Po, Unë dhe se vendosen kuzhina- veroret me 14. Unë dhe kuzhina nuk duhemi as pak, saqë edhe kur jam me Inen, e Ina thot, a mund gatuj unë? Jo, as tjerë. Me gatuj. është një luftë më vete në këtë histori. No, nuk por ha. Më pëlqen shumë kjo periudhë sepse ndihet edhe në Tiranë, sidomos që fillon ngrofet koha, del dielli. Ne vishemi me Po, ndryshojnë veshjet, ndihemi më rahat, më komode. Domethënë është periudha më e bukur mendoj që Tirana ka, sepse nuk është as shumë vap, as shumë ftohtë, ti mund të vishesh shumë bukur. Rrezet çfarë do na këshilloje ti që ne të vishnim? Okej, për veshje tani është koha që më në fund të dalim te ngjyrat më të buta, domethënë ajo e verdha që është si buter. pastel ka veshur sot. Jo, është tamam. Kush na sheh digital si ato- shepinët. do të thënë ato ngjyrat baby që e kemi, po është tamam kështu si butter yellow që quhet. Oh, Është një nga trendet për këtë të verë, pastaj është dhe kjo icy blue. Domethënë rrimte të ngjyrat që janë të hapura, të pastelet, edhe do kthehemi te stili më 90s, ato fustanet e lehta, të buta, të mëndafshit. oh, sa nice. Na vendos ne gocave këtu nga një ngjyrë që do na përshtatin më shumë për pranverë, për verë. Mos to e pik. Si quhet armokromi. Sipas edhe tonalitetit lëkurës, se është e rëndësishme edhe kjo. Okej, duke pa Ina sot dhe është saktë, domethënë është ngjyrat e tokës, po që Ina do i shkonte edhe ajo baby blue, janë nxirrte në pak më shumë sytë, edhe nga që është bjonde, nga që pinkun e refuzoi se do bëhet fikse si një Barbie. Edhe pinku është ngjyra ime. Rrimte bluja. Ndërsa Huajden zakonisht e kemi pa me ngjyrat e errta dhe është gjithmonë duat verzi, po do të thoja që të eksplorojnë ndoshta edhe pak me ngjyrën e kuqe. E kuqe. Po. Interesante. Te Livia do thoja një jeshile. Se dhe ato drita që i shumë mrapa, domethënë kur bëhet ajo thyrja më pëlqen shumë. Në fakt jeshile është një ngjyrë që unë e preferoj dhe po më shkon shumë, ma kanë thënë shumë. Po, në përgjithësi si e festonja? Shkonin në ndonjë festival? Të them të drejtën, unë kam shumë qejf se është unë jam përpjekur ta ruaj sa më familjare në fakt këtë festë. Elbasani është traditë, sens humori dhe gjithmonë storyt, Instagrami, gjithmonë plas me faktin se si dyndet Elbasani. Dhe gjithmonë njerëzit kanë këtë që u kujtua tani juve të vinit. Nuk ka lidhje. Shkoni, festojeni si të doni, ku të doni, me këtë gjë njihet qyteti Elbasanit, kështu që as një qytet tjetër nuk e feston siç festohet atje. Ama këshilla është shkoni një ditë para që gjeni akomodimin dhe parkimin edhe pastaj ditën tjetër vetëm shijojeni. Mezi po presim të lejmë rapa këtë energjinë e dimrit dhe të kthehemi pak jetë ose ishim bodhe vetë nëse negativ. Me buzëqeshjet e presim. Por një gjë për shembull që mua do më pëlqente edhe duhet shkuar patjetër është ballokumja, sepse ballokumja është ajo në Elbasan bëhet ajo më tradicionalja, më e mira, më cilësorja, mund të gjesh kudo në Tiranë, por ajo më e mira është gjithmonë në Elbasan, sepse është vetë e traditës Elbasanit. I thirrje miqve të mi nga Elbasani, mos më hajdeni pa ballokume. Dhe për gocat këtu, jo vetëm për mua. A mund t'ju them një diçka shumë të vogël. Në vitin që un kam ardhur në Përputhën, kam zbuluk te festën e ditës së verës, sepse në Itali nuk e kemi festuar kurrë dhe nuk e njihja. Okej. Atë vit unë në Kosovë që është këtu. Po, është një gjë shumë e re. Atë vit unë isha në Përputhën dhe ballokumen e parë që un kam provuar në jetë, ma dha Mateo, që e kishte marrë në Elbasan.
Kështu që këtu njofta ballokumet dhe ditën e verës nga një Elbasan dhi. Bravo. Interesante. Ndërsa mua më kujton vendosjen e verorës, unë e kam gjithmonë traditë, shkoj tek gjyshja ime, edhe ajo ma bën gati, normalisht merr një fije peri të kuqe, një të bardhë, i bën vetë edhe ma lidh. Dhe gjithmonë shkoj dhe ma vendos në ime. Ndjesja më e bukur është ajo që duhet hequr verorja në momentin që ti shikon një dallëndyshe. Të them të drejtën, ndoshta kam qenë shumë e pafat ose nuk shikoj qiellin kur eci, sepse nuk kam parë asnjë dallëndyshe asnjëherë, por gjithmonë e heq dhe e lë në një deg peme ku e di se mund të vi edhe ta marri për të krijuar folen e saj. Më duket dallëndyshet kanë ardhur që tani, ë? Sa un kam parë disa. Ke parë? Të betohem. Do të shohim ditën e verës. verës. Vjen shumë shpejt. Goca, unë ju them të argëtoheni pafund shumë. Këtë herë unë do marr Livian dhe do ta çoj Livian Elbasan. Ti vetëm Livian merr. Do filloj do bëhem xheloze, po ne tjerë ç'ës na merr. Okej, do nisemi. Mendoj se duhet të nisemi në fakt të katërta dhe Për në Elbasan. Po, në Elbasan dhe do ikim të shtunën të festojmë ditën e verës atje dhe t'ju prezantojmë edhe pak më shumë me këtë traditën. Është goxha interesante. Ishte shumë kënaqësi që e ndam dhe këtë herë bisedën së bashku. Ne do të shihemi përsëri së bashku të njëjtën tjetër në Top Albania Radio Shizoner. Na ndiqni, ju puçem.